Në kuadër të javës së kuzhinës italiane në botë, aktivitetet kulinare në Korçë vijuan në ambientet e gjimnazit Themistokli Gërmenji, ku prezantuan receta tradicionale italiane dhe produkte të veçanta të kuzhinës mesjetare me fokus në specialitetet friuliane. Nxënës të Shkollës Profesionale Shërbime të Gjimnazit Themistokli Gërmenji dhe të Institutit Stringer në Udine bashkëpunuan në përgatitjen e gatimeve, duke shkëmbyer teknika, eksperjenca dhe njohuri mbi kulturën gastronomike të dy vendeve. Organizuam këtë aktivitet në nderim të javës së kuzhinës italiane, sepse kjo nuk ka të bëjë vetëm me ushqimin dhe gatimin, por lidhet me kulturën dhe me traditën italiane. Menduam që kësaj here të mos ishte një veprimtari e thjeshtë, por ta shihnim edhe në këndvështrimin e një aktiviteti trajnues dhe edukativ për nxënësit e të dy vendeve. Gjatë aktivitetit u prezantuan gatime dhe varietete të ndryshme verrash, të cilat pasqyrojnë jo vetëm shijen, por edhe historinë dhe identitetin kulturor të Italisë. Aktiviteti i këtyre ditëve është themelor pikërisht për ta bërë vendin tuaj të njohur me cilësinë e produkteve tipike të rajonit Friuli Venezia Giulia dhe për kushtimin që prodhuesit i kushtojnë produkteve të tyre. Kuzhina friulane është pak e njohur dhe ne përpiqemi ta përhapim atë përmes këtyre aktiviteteve dhe për këtë arsye kemi sjellë disa prej produkteve më të mira të këtij rajoni. Ky aktivitet i organizuar në bashkëpunim me ambasadën italiane u shndërrua në një hapësirë të shkëmbimit kulturor dhe ndërveprimit mes të rinjve shqiptar dhe italian.